Korça do të jetë qyteti i parë që do të ketë sistem të furnizimit me gaz. Projekti u prezantua me autoritetet e Azerbajxhanit, ku kryeministri Edi Rama bëri të ditur dhe afatet e realizimit të investimit. Brenda vitit 2026, kjo punë e bukur për Korçën synohet të përfundojë dhe në 2027 korçarët të jenë të parët që të ndezin çelësin e ngrohjes me gaz. Lajmëroi dhe një projekt të ri të quajtur Pumping System, që do të shërbejë për të zgjeruar kapacitetet e hidrocentralit të Devollit. Për të zgjeruar kapacitetet e Devollit, e hidrocentralit. E pranishme ishte dhe numri 2 i qeverisë, Ministria për Infrastrukturën dhe Energjinë Belinda Balluku, e cila nënvizoi benefitet e gazifikimit të Korçës. Një master plan që do të japë Shqipërisë një frymarrje tjetër duke i krijuar një burim alternativ të një energjie e cila duhet të vi tek konsumatori akoma dhe më e lirë se energjia elektrike. Një ulje e bazuar mbi eficiencën e energjisë që është dhe kërkesa numër 1 e Bashkimit Evropian. Sipas eksponentëve qeveritar, ky projekt do të shtrihet së shpejti në të gjithë vendin.